Dekorohen 7 personalitetet të njohura të botës së sportit dhe muzikës prej ministrit të mbrojtjes Erbeni Mami. Medaljet u dhanë me motivacionin për shërbimet të shquara të këtyre figurave. Sipas ministrit të mbrojtjes Erbeni Mami, me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë së vendit, që pritet të festohet në mënyrë madhështore, vitin që vjen do të jepen 100 medalje për figura që kanë dhënë kontribut në forcat e armatosura. Është një kënaqësi e veçantë, është një satisfaksion i thellë, është një nder që sot të jap medaljen më të lartë të ministrit të mbrojtjes për shërbimet shquara sportistëve dhe artistëve më të mirë, jo vetëm kanë kontribuar për ngritjen e sportit dhe të arteve tona, por kanë pasur arritje personale të shkëlqyera. Këtë duhet të nënvizoj. Ky grup artistësh dhe sportistësh që ne kemi përzgjedhur janë personalitete që kanë pasur arritje të shkëlqyera, kanë pasur standarde cilat kanë qenë me të vërtetë të larta ndërkombëtare për tej, po themi, shqiptare. Vitin tjetër kemi vitin e 100 vjetorit dhe do të bëjmë 100 medalje për 100 njerëzit që kanë kontribuar më shumë për forcën tonë të armatosur. Në këtë ceremoni u dekorua Antonin Tërshana, Gaço Avrazi, Panajot Pano, Sabah Bici, Ushtrim Zaçe, Abedin Lame dhe Agim Fagu. Dekorimi i këtyre figurave të njohura u bë me rastin e 99 vjetorit të krijimit të forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë.